nga Leonard Koja në Window Radio.de. Miqë mbrëma, përshëndetje dhe mirë se ritakohemi sërish së bashku në puntatën e radhës Horizont këtu në Window Radio. Unë jam Leonardi live këtu nga studio në Gjermani, nga studio qendrore. Ju përshëndes të gjithëve dhe shpresoj që të keni kaluar sa më mirë këtë fundjavë, sepse kjo është dita e fundit e fundjavës, ose më qartë për këtu në Evropë, mbrëmja e fundit e kësaj fundjave dhe nesër fillon java e re, ose do thosha një restart i ri fillon nesër, sepse çdo e hënë është restart. Uroj që të jeni mirë, të keni kaluar mirë dhe të jeni të disponueshëm pranë valve të Window Radio, ku ne si çdo herë, si në çdo puntatë të Horizont, përpiqemi të sjellim të ftuar të ndryshëm nga fusha të ndryshme, nga qytete apo vende të ndryshme të Shqipërisë, por edhe që jetojnë në shtete të ndryshme të Evropës apo të Amerikës. Pra, ne gjithmonë me mbështetjen tuaj dhe me suportin tuaj përpiqemi që të rritemi çdo ditë, sepse jeni ju ata që na ndihmoni për të rritur. Unë duhet të rikujtoj për të gjithë dëgjuesit e rinj, por normalisht edhe për besnikët dëgjuesit tanë, mënyrat se si mund të na ndiqni Window Radio. Pra, Window Radio mund të ndiqni përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku aty ju mund të ndiqni muzikën 24/7, pra apo edhe emisionin live, si dhe mund të lexoni informacionin dhe lajmin e fundit që ne përpiqemi të përzgjellim për ju nga fusha të ndryshme. Po ashtu, Window Radio mund të ndiqni përmes platformave globale më të mëdha të radiove, siç është platforma Radio Box apo TuneIn, ku janë dy platformat ku janë të gjitha, pothuajse të gjitha radiot e botës, dhe aty jemi edhe ne si e vetmja radio shqiptare e regjistruar. Po ashtu mund të ndiqni edhe në platformën Radio Shqip, ku janë të gjitha radiot kryesore shqiptare. Po ashtu mund të kërkoni në Google Search windowradio.de live dhe ne mund të ndiqni, pra jemi live edhe me emisionin e sondëm. Është edhe faqja zyrtare e Facebookut windowradio.de, që ne sa herë që kemi emisione live, normalisht jemi edhe në Facebook. Për të gjithë dëgjuesit që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin e plot sonde apo kanë dëshirë të rindjekin emisionin, emisioni ritransmetohet sot në orën 21 me orën e Amerikës dhe të Kanadas, pra është ritransmetim në orën 21 për orën atje, ose në orën 3 pas mesnate me orën evropiane, si dhe nesër në orën 13 pra me orën evropiane do jetë ritransmetimi, pra vetëm në radio përmes këtyre platformave apo website-it apo Google-it, pra që ju mund të ndiqni, pra jo në Facebook. Po ashtu emisioni nesër është i regjistruar në YouTube, në faqen zyrtare të YouTube-it Horizont Window Radio hapësirë.de. Mjafton që të bëni një subscribe aty në YouTube dhe do t'ju vinë të gjitha njoftimet dhe emisionet që ne paraqesim apo përgatisim për ju. Këto janë disa nga mundësitë për të ndjekur Window Radio. Është një mundësi tjetër për të gjithë ata që kanë pajisje me Android, pra qoftë kompjuter, qoftë telefon, tablet e tjerë, pra mund të ndjekin edhe aty Window Radio. Do kërkoja të gjithë miqve të Window Radio të bëjnë një shpërndarje në Facebook, qoftë në faqet e tyre apo në grupe të ndryshme, që të kemi mundësi të kemi sa më shumë miq, të jemi një familje madhe dhe të komunikojmë dhe të bashkëbisedojmë me njëri tjetrin. Siç e keni parë njoftimin, unë sonde nuk jam vetëm, pra ne kemi edhe një të ftuar, por unë sonde në moderim nuk jam vetëm, si në çdo të diel unë jam i shoqëruar nga bashkëmoderatoria, që shpresoj që së shpejti të jetë moderatore me të drejta të plota, me Madiana Nuredini nga Padova, Itali. Come stai, Madiana? Bene, shoqër zotit.
Hajde shishu, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Si e kalove, si e... Mirë, ne këtë në Itali kemi qik shi, po hajtë, mirë. Pasi një romantike, me fjalë, në të kohën aty në Itali. Super. Për kesh romantik, po, kesh koha ideale. Jo, po, edhe misioni son dhe milioni është dediku romantik, sepse me sa di unë që ju në keni sjell të ftuarin, është person i artit dhe kështu që edhe misioni dihet mirë. Po. Faleminderit, përshëndetje të gjithë dëgjuesve. Unë jam shumë e lumtur sot të prezantoj të ftuarin e radhës. Jam shumë emocionuar si gjithmonë. Po është edhe një nder ta prezantoj sot, sepse është me të vërtet një ftuar i veçantë. Doja të thoja që ka qenë edhe pak i sëmur e megjithatë na i pranoi ftesën dhe e falenderojmë. Ai është Hasan Bulçari, është aktor, regjisor, është aktivist, siç e keni lexuar edhe në volantinon që kemi bërë. Mirëmbrëma Hasan. Mirëmbrëma të dyve. Përshëndetje Mikon. Ti tërheq pak veshin Madianës. Okej, direkt. Sepse në një radio shqip e filloj me bene shqyr bene. Bene shqyr zotit, thash, sepse në një radio shqip... Po nuk është shqip as njëra nga të fjalësh, përveç zotit. Zotit në fund ishte shqip. Sepse unë edhe pse jam shqiptare, por jam edhe shumë internacionale brenda meje. Po miku më duket se unë e bëra sherrin, se unë ngacmova në italisht. Jo, bëra mirë se ta di unë kështu edhe unë filloj të ngacmoj, po me qenë unë herë të pari dua t'ju falenderoj që ju i jepni mundësinë e përhapjes së fjalës shqipe, përveç asaj të Madianës, sa unë që të dëgjohet fjala shqipe, domethënë në të 5 kontinentet, në të 4 anët e botës. Dhe kjo nuk është pak, sidomos në kohën që jetojmë, Në kohën që jetojmë, do të thosha që është e tepërt të diskutojmë për gjëra tonat të vockla në dukje, sepse jemi në një kohë, domethënë ndryshimesh të mëdha epokale sipas meje. Jemi në një kohë që nuk dihet e nesërmja, se si do të vi. Jemi në një kohë trazirash të mëdha, në një kohë çmendurish politike, geopolitike, dhe ne gjithsesi mundohemi të rezistojmë me fjalën tonë, me mendimin tonë, asaj që po ndodh rreth nesh. Mos harrojmë se atje në Amerikë, ajo që po ndodh kundrejt atyre që janë me lëkurë të zezë, atyre që janë që duken që janë meksikanë të ardhur me një fjalë, por jo vetëm. Sot rasti i vrasjes së tij është brava. Po vrasin edhe ata me ngjyrë të bardhë. Me këtë përpjestim që ka marrë, domethënë kjo lloj politike edhe në Evropë, nuk e di se s'mund të ndodhë nesër edhe këtu, duke filluar nga Hungaria e poshtë. Kështu që nuk e di sa nëse është e vërtet fakti që AIS do me thënë ajo ushtria kundër imigracionit do vi të mbajë edhe rendin në Itali, në Cortina? Ba, kështu thuhet, tash nuk e di. Ishte të merr me të vërtet. Jo, megjithatë e kam fjalën që ai djali që vdiq sot, që u vras sot me fjalë, a di kur u vras? Alex. Ashtu ishte një nga ata që i jepte zë, që i lajmëronte me fshëllima, kujdes se po vinë emigrantët që i largonte, që të mbroheshin në një. Unë jam i sigurt që në Evropë nuk do të vi, megjithatë nuk i dihet, por them që radioja juaj, zëri juaj me një fjalë, gjithsesi shpresojmë siç tani të shërbej për të mirën e emigrantëve, për të mirën e shqiptarëve kudo që janë. Unë të mirënjohës për këtë hyrje dhe për këtë fjalë edhe kundrejt radios tonë, jemi një radio re që përpiqemi aq sa të mundemi dhe aq sa të kemi mundësi të bëjmë më të mirën, por të vetmin qëllim që kemi të pa
tjetërsueshëm është vetëm mendim i lirë dhe të jetë mendim pa censurë. Kjo është ajo që kemi totalisht pa tjetërsueshëm dhe pa kompromis të vetëm gjë. Dhe unë jam mirënjohës që na nderon sonde me pjesëmarrjen tënde, sepse unë kam dëgjuar shumë dhe kam dëgjuar shumë për emrin tuaj dhe sinqerisht është kënaqëri të kemi njerëz të tillë, jo thjesht në një emision në radio, por njerëz të tillë që përpiqen të japin më të mirën edhe ndoshta edhe për tej mundësive të veta për komunitetin shqiptar në diasporë. Jam mund faktikisht duhet të falenderoj juve. Së pari Madiana për kontaktin që më bëri, për me Madiana kemi domethënë raporte njohje të vjetër dhe raporte shumë të mira miqësore, shumë të mira. Madiana është vajzë e hapur. Me që jemi këtu, me që ti domethënë më të orientove, kisha bërë një listë të pyetje që isha organizuar për herë të parë, se të kisha aty në radio, edhe me që ti je i veçantë, më bëre çorbë. Atëherë, ka mundësi të them se me që jemi në temën e njohjes, unë dua ta nis prezantimin e Hasan Bulçarit, si e kam njohur unë Hasan Bulçarin. Atëherë, ma lejoni një të prezantim të veçantë, sepse harrova që kisha prezantuar kush është si është, do na i thot vetë. Atëherë po e filloj se si e kam njohur. E kam njohur disa vite më parë, në një panel ku flitej për gjuhën shqipe, tek Dita e Arbëreshëve, Hasan më duket. Në Samit. Po, te samiti diasporës, po ishte një ditë para, apo te samiti ishte, jo te Dita e Arbëreshës, se ishte plot me arbëresh në fakt. Atje nese, te samiti ishte një panel i gjuhës shqipe. Unë si i bukri shejtan vete ulem atje te rreshti i parë, gjej një vend që ishte bosh, sepse rreshti i parë ishte i gjithë i plot, një vend në mes u ula unë, në krahun e majt timin ishte vetëm një xhaket që i binte që do vinte dikush më vonë. Dhe ulem, ishin në krahun e djathtë timin fillonin ishte ambasadorja e Shqipërisë në Itali, Pojani, ambasadorja e Greqisë, ishin gjithë domethënë profesor arbëresh, profesor shqiptar, tërë intelektual, gjithë u vun aty. Në fund fare tek vendi i xhaketës vjen dikush. Ulet aty një zotëri, në krahun tim të majt e shikoj se njifja unë pak edhe ambasadorët, do më thënë pak njipja. Nëse, sa ulet ai, fillojnë. Hajde një për qafo pushto e ik. Hajde një tjetër për qafo si je pushto e ik. Po, nuk ishte një e dy, ishin aq shumë, sa që unë shikoj ambasador këtes po i përfill të njeri. Profesorët andes po i përfill të njeri, thash po ky në kratë të majtë, kush është të gjanë më. Po ti e puthe për qafove? Unë se të pusat për qafova, se mbaj me të puse për qafoj më pak. Ti po më shikoj me çudi. Po shikoja me çudi se po thosha, po ky kush është mër vlla thash. Nisat. Në atë moment vjen Nerida Xhakolli me vërtet, po i them Neridës se atë njifja kisha njohur pak më përpara, thosha Nerida, po kush është ky më? U tash i përgjigjen edhe pse po e përqafojnë kaq shumë njerëz, pse po e takojnë kaq shumë njerëz. Tash i përgjigje nuk e them unë, po deshi le ta thot Hasani se tha një përgjigje allasoj, po nejse. Ja, nuk e them asonda, nuk e them. Nuk e themi, okay, në rregull. Po domethënë që në atë moment, pastaj u prezantua me të gjitha, po që në atë moment ishte shumë i veçantë për mua. Të jemi sinqert, miku im, kur përflisja mbazite me Madianën për punë të emisionit, më thonë që do bëj një prezantim ndryshe se si e kam njohur Hasan Bulçari. Por nuk do të them thas ty, kështu që edhe unë për herë të parë tani po e dëgjoj këtë njohjen tuaj. Por unë nuk e them dot arsyen sepse ishte një batut me fjalë miqësore. Dhe unë e kuptova që kjo u gjet e papërgatitur. Në sekondën që erdhi ishte ambasadorja dhe më pak shumë më fa, Hasani dha. Po kjo tha, edhe ambasadorja, të gjitha që erdhen hyrë dalë mirë dakord, edhe ambasadorja dhe një fjalë se njihëm ta. Po kush është drejgjën është ky? Do vjen ajo ambasadorja kjo, po kush është ky? Ai që janë njerëz dhe hajde po qafoj puthë, kush është ky? Pastaj u tha të pyet. Kush është Hasani? Kush është Hasan Bulçari? Ja, është ai që ke parti atje, që ke njohur ti atje, me shumë shokë dhe miq. Fantastik. Ashtu, ai që
bashkë me shokë me miq, edhe kur erdhëm këtu, domethënë patëm një qëllim, patëm një ide, na lini një mendim dhe i dham udhat e mendimit, i dham rënj, i dham jetë dhe e realizuam. E realizuam në formën e shoqatës, fillimisht, pastaj duke qenë se domethënë kishim mundësi për ta mundësuar, domethënë kulturën në brenda shoqatës tonë, për ta mundësuar dhe gjuhën brenda shoqatës tonë, i krijuam premisat dhe krijuam domethënë qoftë shkollën udhëheqëronjave dhe qoftë Qendrën e Kulturës Margarita Xhepa. Ka qenë një, nuk e di ju keni dëgjuar atëherë Madiana, në 2019 është bërë inaugurimi i qendrës kulturore. Nga qendrat është qendra e vetme më duket këtu në Itali, a? Qendra ka janë hapur dhe punojnë mirë, por ajo në 2019 ishte e para, domethënë në Evropë dhe e dyta në botë pas asaj të Filadelfias. Që kishim një strukturë tonë, që kishim një ndërtesë tonë dhe një strukturë tonë për ku mund të bëshim veprimtarit tonë. Në atë vit, domethënë, artistët më të mirë të Shqipërisë, duke patur parasysh, domethënë që shqiptarët tashmë në emigracion po mendojnë edhe për kulturën, edhe për gjuhën, atëherë na u bashkuan, ju përgjigjen thirrjes son, kërkesës son për të marrë pjesë në gëzimin tonë në përurimin e kësaj qendre. Dhe jam shumë, si thua, emocionuar të përmend emrin e nderit kombit që është dhe madrinja e qendrës, Margarita Xhepa, por jo vetëm ajo, në atë kohë, në atë inaugurim, erdhen nga e gjithë bota, duke filluar që nga Liliana Singhi nga Kanadaja, dhe ajo nderi kombit, ndjes past, se sot nuk jeton më, erdhen Kastelot Tusha, Mjeshteri Mathë, Zeqir Surkuqi, Iliana Surkuqi, Tinka Kurti, se harrova Tinkën, me Farete Ladhe, Zefka Koca, këngëtari dhe artisti i madh Arbresh, i cili edhe ai nuk është më në rrethat tona, Ilir Shaqiri, me fjalë ishte ajka e artit dhe kulturës e këngës dhe muzikës shqiptare në Asti. Dikush, një poete, Iliana Surkuqi, tha Asti, kryeqyteti i Shqipërisë në diasporë, ato ditë me fjalë. Është e vërtetë Hasan, sepse edhe neve Astin e kemi me të vërtetë ne shqiptarët Leo, sepse me që na ndjekin edhe shqiptar, domethënë nga e gjithë bota, duhet të them që ne në Shqipëri Astin e kemi si pikë referimi për ne shoqatat që jemi në Itali, ne të Italisë, sepse është me të vërtetë domethënë edhe mënyra e organizimit, ka një mënyrë të organizuar shumë më të mirë. Kemi domethënë marrim si shembull biles në shtator, me të vërtetë sa në shtator ju bëni edhe paratën në Asti. Për fat të keq, na ndodh që ne për shembull të Padovës kemi dashur gjithmonë që të marrim pjesë, po kemi pasur dhe aktivitete të tjera që na kanë penguar. Edhe nuk kemi mundur, pra është një nga paratat. Është një handicap, Madiana, është një handicap dhe një problem, domethënë që duhet një strukturë e ndërmjetme, që mund ta bëj edhe konsulata, mund ta bëj FNAI, Faremir, që të ketë një koordinim të veprimtarive të shoqatave në Itali të paktën, po flas në diasporë. Mund ta bëjmë edhe neve, për shembull, mund të mblidhemi ne shoqatat gjitha bashkë të vendos. Apo është shumë e vështirë që të mblidhemi të gjitha bashkë. Brava. Ka shumë vështirësi ajo punë, sepse domethënë ai që është një çik, si thua, më i organizuar, thotë që prioritetin e kam unë, do të jem unë ai që do të dëgjojmë i pari, ai tjetër thotë që jo, po unë kam emrin më të madh sepse kam bërë këtë. Ne shqiptarët e kemi smundje, o gjithë general ose ushtar asnjë. Jo, është vërtet, për fat të keq është vërtet, kjo është një vërtet e hidhur, sepse
Për shembull, që unë nuk dua të vë gishtin as në njërin krah, as në tjetrin krah. Por për shembull në Parma ne kemi 2 shoqata Skënderbeg. Kemi 2 shkolla Skënderbeg. Në Reggio Emilia kemi 2 shoqata shqiptare, bite shqipe, sa nuk e di si quhet. A kupton? Pse duhet të jenë këto 2 shoqata? Pse të mos bashkohemi? Pse të mos kemi një shoqat? Të kemi një shkollë. Pse të bëjmë konkurrencë njëri tjetrit? A kupton? Dhe nuk e di, po kjo po përmerr përpjesime gjithande. Dhe për mendimin tim, ajo që e bën të mundur këtë, më falni që jam kështu flas pa daraska, po është ignoranca. Ignoranca që gjendet në mes të tepsisë, me një fjalë dhe thotë që kam unë ai që por nuk dua të hap një debat kontradiktor tash këtu edhe një kjo lloj ignorancë ne na shoqëron kudo si popull, edhe në politikë, edhe në organizime, kudo. Nuk është problemi thjesht në një krahinë apo në një vend. Është vërtet, por dëgjoj, ka një gjë që ju për shembull, të gjithë ne, kuptoni bëj që kemi do të bëjmë si thua një blok me njëri tjetrin. Ignorancës, pa aftësisë, a kupton, pa vlerësisë. Nuk ka pse të japim zë, nuk ka pse të japim hapësirë. Nuk janë askushi. Unë ju vlerësoj tash edhe jo për të bërë beluli, po domethënë ndjehemi vërtet i lumtur, ndjehemi i përkëdhelur që jam sot në këtë, që ju më dhat zë sonte në mikrofonin tuaj. Por të kam fjalën që mediat, ata që shkruajnë, ata që bëjnë postime, ata që kanë të drejtën e radios, televizionit, duhet të japin zë njerëzve që që sjellin vlera në diasporë. Po jo vlera për shoqen, për mikun, për minifundin, për bjondën apo për që sjellin vlera për kombin, për gjuhën, për kulturën, për atë që ne duam që të mbijetojë. Shumë e vërtetë kjo. Pra atë për të cilën neve u përkushtuam fillim fare. Ne ishim 9 veta që krijuam shoqatën, paguam, domethënë lodhëm bashkë me gjithë komunitetin rreth 200 ca mijë euro për të ndërtuar, për të rikonstruktuar atë qendër. A kupton? Kurse sot për fat keq kanë ndryshuar pak raportet. Pse? Sepse pritse pas ka vlerat, pritse që kam dikushi. Kjo është problemi. Është vërtet problemi i madh. Kjo edhe problemi i madh social, sepse kjo ndikon edhe në marrëdhënie sociale. Po ndikon më pse çfarë ditë njerëz, unë për shembull si lexues i ndershëm, tash unë nuk jam askush, por si lexues, shoh që në një X revistë, i bëhet lavde, hymne, një poezie, një krijuese që nuk ka lajm kush e di se çfarë më burri. Sidomos tani që kemi lexues, shkrues pafund përmes inteligjencës artificiale. Që kjo krijuese ka që e madhe me fjalë, i bën like, zemra, më të mbajtit botës, më të bukurit e botës, kësaj reviste se gjë, pa avash më të shpirt. Por përmbajtja e asaj unë si lexues, unë si i ri shqiptar, çoroditem. Është vërtet, shumë e vërtetë është kjo. Kjo është shumë e vërtetë. Kjo është vërtet shumë e vërtetë. Po si mund t'ju bëj një pyetje që të dyve, edhe Leos edhe Hasanit, me që të dy po thoni e vërtet. E gjetëm sëmundjen, po kush është Ilaçi? Sepse po ju tregoj para se të më thoni Ilaçin, po ju tregoj mbasi hapëm shoqatën e këtu në Padova, po ju vajtëm të bënim një aktivitet të parë, ku unë po prezantoja një shkrim, kam fituar, nuk jam nga ato që shkruaj mira, po domethënë që jam poete apo shkrimtare e mbaruar, nuk e them, po kam fituar një konkurs me një shkrim dhe po e prezantoja. Dhe kur më prezantoi prezantuesja tha që është zëvendës presidente e shoqatës shqiptare. Edhe një profesor në pension, mbasi mbaroi, tha erdhi më dha dorën, tha komplimenti, tha që keni bërë një shoqatë, tha në Padova, shqiptare. Po tham ne, sa po pse të duket çudi, e pyeta unë. Unë sa kam qenë profesor në Universitetin e Padovës me vite, tha ka pak vite që kam dalë pension. Jam munduar, tha, me të gjithë studentët shqiptar të bëja një shoqatë
por asnjë nuk besonte tek presidenti, kush do vjeshe president, domethënë atë që tha edhe Leo më përpara, që të gjithë, domethënë jemi të parët e nuk ka mundur sepse asnjë nuk besonte tek njëri tjetri dhe nuk vendoseshe. Domethënë kjo më bëri më lanë çik përshtypje se ne për shembull nuk patëm probleme me shoqatën tonë, ndoshta edhe kohët kanë ndryshuar, por me sa po dëgjoj, domethënë jo vetëm ju, vetëm këtu sot, po dëgjoj edhe në shoqata të tjera, ky fakti që shqiptarët duhet të jenë të gjithë të parët ose unë dhe nuk përdorim ne, nuk e di, duhet t'i gjejmë ilaçin. Shiko, kanë gjetur një stil tash, ja kanë gjetur kësaj. Duke mbajtur një 5, 6, 10 vasal mas vetes, që s'ja kanë idem për asgjë, kupton ti? Përdoren fjala ne, po në faktikisht është vetëm unë. Gjithmonë unë edhe tek brenda neshit. Jo, po ata i përdorin shumë për ata, amin, ke parasysh nga i filmi me të doktorin në veri që shkon me doktor Bardhyllin. Me doktor Bardhyllin, bravo. Ai që i vite mbrapa kryetari, që thotë kena kryetarna, kena kshi, ashtu. Ata persona unë i gjej për ditë. A di deri ku kanë arritur? A kupton ti? Zeja TV për shembull, që është një kanal që domethënë për aq i vogël sa ishte, ka bërë punë të bukura, filloi të bëj punë të bukura edhe me letërsi e nartme, me Fatmirin, me Fatmir Gjatën e një ditë. Kanë arritur deri aty sa t'i ndërrojnë Chelsea, t'i ndërrojnë Bravën. Kujt po ja bën, moj idiot, kujt po ja bën? Asa, mund të shpjegosh këtë Zeja TV, kush është, ndoshta edhe dëgjuesi, unë e di domethënë, po dëgjuesi ndoshta nuk. Jo, unë them të drejtën, kur të kishte ftuar Madiana ju, dhe më tha për këtë Zeja TV, më them drejtën, aty për herë të parë dëgjova nga Madiana dhe do ishte vërtet interesante që edhe na shpjegonit. Zeja TV, domethënë lindi si domosdoshmëri. Pse domosdoshmëri? Sepse domethënë veprimtaritë tona të shoqatës, më tepër të qendrës kulturore Margarita Xhepa, kishin një rritje, si qoftë në numër, qoftë edhe në larmi, në gjini të ndryshme, vallet, poezit, këngët e gjitha njërën tjetër këtë në bejo. Kështu që ne donim që ta pasqyronim këtë volum të madh pune nëpërmjet një kanalit tonin, një kanalit televiziv tonin. Por duke patur parasysh që pastaj kishim edhe forca krijuese të tjera që mund të realizoshim edhe programe domethënë më serioze, më interesante për publikun dhe për historinë e letërsisë dhe të gjuhës tonë, vendosëm që të bëjmë disa boca, disa projekte, dhe një-dy, domethënë njëra u realizuar mirë dhe filloi, domethënë, por është ajo si thua xhelozia, pse ta bëj, pse dalë emri i këtij, po do dalë emri tim se më përgjegjësi për të më shpirt, do dalë emri im se jam unë që e bëra, jam unë që e shkruaj, jam unë që bëj vetë. Dhe po të vë edhe simbolin tonë të shoqatës. Megjithatë, nuk është ky problemi. Problemi është që ne bëm një projekt dhe fituam një projekt për avvicinamento Madiana, për afrim në gazetari. Shqiptare duhet të flasësh shqip. Jo. Po e them për Leon, sepse domethënë po e them fjalë për fjalë, cili ishte projekti. Avvicinamento alla post-produzione e al giornalismo. Me fjalë, ne bëm një kurs, fituam një bando nga Ministria e Punës Italiane dhe nga Regione Piemonte. Dhe bëm një kurs, domethënë me gazetar të njohur të Rai Treshit, bëm një kurs, domethënë ishin emra që ne kishim parë në televizion kur erdhën aty që me teknikë të studiove, domethënë të televizioneve. Por kësaj takon pjesës së montazhit, pjesës intervistave, si bëhet një intervistë, a kupton apo jo. Dhe ishte një kurs domethënë shumë serioz, intensiv për kohën që kishim dispozicion, kupton ti? Por domethënë kush kishte si thua atë dëshirën për të bërë e bënte, se e krijonte një lajm, e krijonte një sottopancia që themi ne aty, dinte se ishte primo piano americano,
Mezzobusto, a kupton, I morën këto njohuri teknike. Ashtu. Kuptoj. Plus që blem pastaj edhe teknologjinë, blem kamerat, blem programin e montazhit e gjitha këto me fjalë studio, me ndriçime, me mikrofona, me gjitha njëra tjetrën. Por ishte si thua një dëshirë dhe një dashuri e madhe. Ishte një djalë i joni që tash nuk është më edhe ai për arsye shqiptare, nuk është më në shoqat. Por ati dilte dashuria për gjuhën dhe edhe pse nuk kishte shkollë, nuk ishte domethënë i sektorit, domethënë por ati dilte nga syt, dilte dashuria që kishte për gjuhën, për kulturën, për gjitha. Të bëjmë dhe ishte I pare. Ai sa dëgjonte domethënë mbate veshët hapur. Kupton të ngritur kështu, edhe sa dëgjonte një gjë, tak, vjen ta bëjmë thashë. Shkonte I merrte takimet në komunë, I merrte takimet me sindikatat, kudo që ishte. Bravo. Sa nevojë kemi për të tillë njerëz. Po, është Zeja TV? Zeja TV është Zeja TV do të atëre Zeja TV është. Ju po thosha, nëse ka nevojë të bëjmë një thirrje kush dëshiron të bashkëpunoj me Zeja TV-n? Kemi nevojë për gazetare të bukura. Nuk mund të jemi... No, janë disa boca, Madiana, që ne filluam. Kjo e gjuhë në tërësisë me fjallë është aty, po të shikosh me fjallë që gjuhë në tërësi, 2 o 3 puntate që ka bërë Fatmiri janë. Por ishte edhe të njohim vendlindja ime. A kuptoni, një program, domethënë, si thua një biçim puzzle, a kupton? Ku të rinjt, fëmijët, lindur në diasporë, të lindur në Itali, njiheshin me vendlindjen e tyre. Duke filluar nga jugu, duke marrë në Shqipërinë e mesme, njiheshin në ç'kuptim. Sepse nuk është nevoja vetëm që të bëjmë fotografi, pamje edhe të themi që ja kjo është Korça, apo ky është Leskovik, apo ky është Kuksi. Jo, të njihen me pasuritë e asaj pjese, asaj zone të puzzle-it ku ai gjyshet e tij kanë jetuar, dhe pasuritë nuk janë vetëm ato që rrushi, fiku, molla, dardha. Pasuritë janë edhe pasuritë shpirtërore, kostumografia, kulinaria që sjell arti dhe kultura që sjell ajo zonë, ai vend, por edhe pasuritë nëntoksore. Të janë pasuritë kombiton, që neve sot duke I vlerësojmë, që neve sot mbas edhe I falim, I japim, a kupton sepse na yshtin, na përkëdhelin në një nga të huajt, falim detin, falim vëm profesor në universitetet tona që nuk kanë interes për gjuhën shqipe dhe mohojnë gjuhën shqipe, si rasti I Universitetit Gjirokastës, me atë Panajot Kartën, a kupton? Janë gabime të mëdha, gabime fatale, për të cilën diqën u vranë njerëz. Është vërtet. U vranë patriotët tanë për gjuhën, për duke filluar që nga Vaskar Todri për gëmët e arta, janë Flori, shkuar Florit, Orbir, thoshte ai. Shkronja. Sa do thoja, Leo ti je nga veriu, unë jam nga jugu, jemi në dispozicion tënd Hasan, nëse dëshiron. Po flas për vete, po besoj edhe për Leon. Ti ma ke premtuar një gjë, do të shohim tash. Po. Se ne premtimet mbahen. Kështu që edhe ai do I mbaj premtimet. Dhe kjo është ajo që Leo që dua të them. Neve jo, Hasani kërkoi gazetare, jo gazetar. Kështu që unë jam I veçuar. Ishte lapsus. Jo, nuk ishte lapsus, gazetare edhe bjonde. Më lini të mësoj të bëj moderatore njërë, pastaj do bëj kurse të kësmet. Jo, skerci aparte, me që alë që lëmë shakat. Asani këtë ka të bukur që nuk ka probleme, bën shaka kur doj, që të doj me këtë doj. Ma, shiko, Magdalena, e di pse bë shakatun? E di pse bë shakat, sepse dhe më thënë dua që të sjell të gjithë të vetja, a kupton? Që të kuptojnë atë që unë duhet të them. A kupton? Problemi është që ndonjë vjen, kupton diçka, bën eksperiencë, më thonë za, e merr për eksperiencët e thotë që unë s'kam nevojë më për ty. Kjo është smundje. Është smundje që nga koha e Skënderbeut me e kemi të mosmirnjohjen e kemi, a kupton?
Jo, po i thosha Madianës që unë nuk kam probleme, nuk kam pse. Të më thonë që që në fundit unë atë për që bëj, e bëj vetë, edhe nuk kam nevojë për njeri. A kupton? Unë e bëj vetë dhe nuk kam nevojë për njeri, e nuk kam nevojë për inteligjencë artificiale. Eksakt. Ashtu. Ata që duan të bëjnë tashti me pa ndihmën pa sepse janë në marrë, kanë marrë dorën dhe tashti me fjalë, edhe ky trampizmi që ka s'mund e keqë më. Vallai rën shumë. Trampiano bërë, do bëj gjithë trampian. Vallai virus i rën, më i rën se gripi spanjoll. Po duan të gjithë Greolandën. Por në këtë drejtim Leo, a kupton, ti, unë, të gjithë ata, domethënë që thash, e kanë në dorë atë rubinetin, çelësin e fjalës të njerëzve, edhe pse ti the me të drejtë që domethënë i japin fjalën të gjithëve, por ne duhet ta filtrojmë pak fjalën. Se s'mund të japim fjalën njëri që thotë gjua shqipe nuk ka ekzistuar ndonjëherë. Jo, unë kam fjalën, e kam fjalën që t'jap zë, edhe ai mund të jetë pedagog. Jo, e kam fjalën t'jap zë atij që përpiqet t'ja mbysin atë zë, me fjalë të ketë ku të flas lirshëm, pa ja mbyt atë mendimin zërin, sepse janë bërë, sidomos mediat tradicionale. Ai që ka zërin e vet, Leo, ai që di s'thot. Eksakt. Ai do ta thotë. Do të di si ta nxjerrë atë që ka për të nxjerrë, si për të ka për të thonë, këto di, se në fundit e ke parasysh atë ti se ke para ti, po Madiana do ta di, Marchese del Grillo. Është në italisht, besoj se e ka para. Marchese del Grillo. Ashtu. Sepse thotë unë jam unë thotë ju jeni pika. Ashtu, pika. Ta kam fjalën që secili nga ne në atë aftësinë e tij, në atë që di të bëj, i thotë mbyllë gojën sepse unë jam unë edhe ashtu. Kështu që në këtë drejtim neve them që do t'i bëjmë mbështetje njëri tjetrit, të gjithëve atyre që kanë voce në kapitull, që kanë zë në këtë, përse takon gjuhës dhe kulturës shqipe. Përse takon gjuhës, një shprehje time që pa ta thënë këtu në shkollë që nuk do të lejoj asnjë, po faktikisht nuk do të lejoj asnjë. E morën për kapital në njëri. Tash, ta komandoj unë, tha, sepse ti the, ke thonë, tha që unë, tha, nuk do të lejoj, po nuk do të lejoj, dhe sikur ti të kesh mbyllur me 700 dryna ta kesh mbyllur shkollën, s'do të lejoj kur, domethënë që ti të më stërmerosh fjalën shqipe. S'do të lejoj kur që ti të mos më pranosh këngën e Shqipërisë Mesme dhe vallën e Shqipërisë Mesme, sepse nuk i pëlqen ti. Po është edhe kjo. Sa probleme kemi këtë, e kemi ne shqiptarët, se ne shikojmë në aktivitetet për shembull që bëjmë, e të mërshme, ata të jugut na thonë nuk keni vënë këngë jugu, ata të veriut nuk keni vënë këngë veriu, këta të Shqipërisë të Mesme, gjithmonë në çdo fest ka gjithmonë dikush që ankohet se nuk ka dëgjuar këngën e zonës të vet, e të mërshme. Që është në si thuash i gjithë mundimi ynë, i gjithë përqendrimi ynë, përse takon është tek fëmijët, tek ata që nesër, sepse ne na duket e çuditshme, na duket e si thua skontata, që është po kështu do të jetë. Jo, ata nuk dinë të flasin shqipen. Ata nuk e njohin historinë. Dhe historia përveç se gjuhës shqipe dhe kulturës shqipe është një ndër, si thua, elementet kryesor që duhet studiuar mirë dhe duhet transmetuar mirë. Po shiko miku, e di që historinë e bëjnë fitimtarët, por ne nuk të intereson historia e fitimtarëve. Nëse jemi ke historia, kemi diçka parasysh, me fjalë që për mua, si Leonard, Akademia e Shkencave, po themi në Shqipëri, lë shumë për të dëshiruar, për mos të thënë nuk ekziston fare, sepse me sa kam informacion unë, edhe sot akoma ose mësohet me historinë e sistemit të komunizmit. Dhe nuk po ka fakte të reja, ndryshime, përurje të reja, dhe çfarë mendimi ke me fjalë për Akademinë e Shkencave, pikërisht për të tilla probleme? Atëherë, unë më shumë se Akademinë e Shkencave njoh persona që
që vërtet i përkushtojnë kësaj teme. Për shembull, sot ishte një publikim i Hasan Aliejit. Hasan Aliej me gazetën Rrënjët është, si thua, një akademi më vete. Ai shkon, gjen, hulumton, deri në breza, ku është fjala shqipe e shkruar në mure, në pllaka guresh, në përkisha. A kupton? Kjo është të punosh për historinë. Po nuk është që të rrish në një karrikë të Akademia e Shkencave, nuk ka bërë fare. Flas se si duhet këto të futen në lëndë mësimi në shkolla, si duhet të bën të jenë sa më afër fëmijëve, rinis, sepse këtu është problemi, se mund të kemi shumë njerëz që mund të holumtojnë qoftë për gjuhën, qoftë për historinë. Por problemi është sa zë kanë, sa merren për bazë ato holumtimet e tyre, studimet e tyre që të vinë tek rinia. Deri tani të mos harrojmë që deri tani kanë qenë të fshehura këto gjëra, kanë qenë të mbuluara, a kupton? Për qëllime të ndryshme, kuptohet. Për qëllime domethënë që nuk ka pasur interes që të pohojnë që ka një gjuhë shqipe, që të pohojnë që ka një histori shqipe. Edhe tani, në kohët e fundit, nga Amerika vjen dhe vlerësohet gjuha shqipe si një ndër gjuhët më të vjetra në botë, ne kemi shqiptar, jo më në Evropë, po shqiptar që thotë, jo më mos i ngjojmë atë se nuk është ashtu. Është shumë e vërtetë kjo. Edhe madje dalin për studio televizive qendrore dhe unë prandaj e thash në fillim, jeni ju që nuk duhet të jepni zë këtyre. Ata që japin zë, ato studio që japin zë atyre zërave, a kupton apo jo? Ata janë kriminal. Sepse japin një armë dhe thotë vritë popullin tënd. Bëje që të mohoj gjuhën, mohoj kulturën. Nuk ekziston gjuha shqipe. A kupton? Nuk është aq e thjeshtë që po e nxjerrim aty, po japim mikrofon dhe të flasi ky sepse është i bukur, sepse ka folur në radio apo në televizion. Jo, është përgjithësi ajo. Po më di se kupton, si e mendon. Po, këtu jam, po ju dëgjoj. Na qetëso pak Hasanin. Hasanin po ta lëm. Atë ti lëm çiko Hasanit që të pi një gotë uja, se di. Po flasim pak për një pasion timin që nuk ua kam treguar asnjëherë juve. Po ua tregoj sot. Pasioni im është poezia. Po pasioni im në poezi është t'i lexoj, jo t'i shkruaj. Ti lexosh? Prandaj për të lënë pasioni im është kuzhina që të ha, me vjen. Për të lënë çika Hasanin të qetësohet, të pi një gotë ujë, unë do desha të lexoja një poezi të Hasanit, sepse Hasani edhe shkruan poezi shumë të bukura. Jeni dakord? Po, diskutojmë që po. Mikrofoni është aty. Po tani unë i gjeta poezi do t'i lexoj. Okej, faleminderit. Kurrë mos harroni. Fotot me lulka bëni mirë që i publikoni. Por baltën nga vini, kurrë mos e harroni. Mos harroni o pingat me rrotat e makinës dhe qenefin e shtëpisë në buzë të stërminës. Kur e sillte qumshtin e gjora grua, me erën e larës që milte në katua, dhe bukën e misi që teke pranë zjarrit, dhe tymin që mbrapsh kthente era e qarrit. Dhe gunët e rënda të bëra me leshdhije, dhe rasat e gurit të vëna majqatije. Dhe shtëmbën prej balte të blerë në qytet, dhe gjuhën e parmendës që fliste me qetë. Oha kazil, oha verdhan, dhe gruaja nga pas që farën dan. Kthej në hënë e nisej me natë, i vetmi besnik, o steni gjatë. Aso klain e pecin që bëj byreku, as dhallin e gjalpin që mzirte dy beku, as mjeshtra që bënin musëndra sënduk, as leshin e dele si kreun befur. Si ka njohur kur ata armanët e kohës, veç guna e rënd i mbronte prej llohës. Dhe na e lan kujtim atë gun të lesht,
e madhështor, pre në varre të thjesht. Mos harroni polifonin që botën çuditi, asiso në dasma që brezat i rriti, nuset e druajtura buluar prej dy vakut, që rrini në këmbë në qoshet të konakut. Kur vinin krushit dhe e donte zanati, në një këngë valle në iso gjithë fshati. E homiq, një fjalë më dëgjoni, këto e të tjera kur mos i harroni. Mos i harroni kurrën e kurrës, se dalin prej shpirtit e vin prej burrës. Kudo kur nata të zbardhet e dita të nis, do të kini pranë malet erën e Shqipërisë. Shkruar nga Hasan Bushari. Faleminderit Madjana. Faleminderit Madjana, faleminderit. Urime miku im, vërtet shumë e ndjerë, me fjalë shumë të ndjera dhe vërtet që na solli në kujtime, si thosh, shumë gjëra që ne i kemi jetuar, apo që na janë përcjell nga gjyshërit tanë. Ato që do të përcjellen nga neve. Pa diskutim. Leo, unë doja të... Mos më ne, që dush. Emisioni është joti, unë vërse jam këtu kot, o këndë se emisioni është joti. Hasan, ti në fillim fillove me duke na folur për këto ndryshimet politike të sotme, të botës së sotme, duke folur për çka po ndodh sot në botë. Ti je një imigrant i vjetër, besoj ke ardhur shumë më përpara, në çfarë vite ke ardhur, besoj në vitet 90 apo më vonë? Ajo që doja të dija, nga vjen, domethënë na thoshe nga vjen, çka ka qenë puna jote në Shqipëri, edhe si u ndjeve, si të ndjeu ai komuniteti italian, në çfarë ndryshimi ndjeve nga Shqipëria në Itali, si ishte? Po, unë vi domethënë në Itali në marsin e 6 marsin e 91-shit. Me anijen e famshme panameze, mbushur gjysmë me sheqer dhe gjysmë me ciment. Mbas një jave që ndetëm, atëherë vi në Itali nga një realitet që të gjithë e njohim, domethënë brezi jonë, brezi yt, Madjana mbase më pak, akoma po, domethënë unë, Leo... Isha vetëm 10 vjeç atëherë. Nuk e ke përjetuar, e ke jetuar, por nuk e ke përjetuar. Unë dija nga një institucion i madh kulturor, artistik kulturor i Shqipërisë, si ishte Teatri Skampa, ku në mes ti kishin domethënë aktor diva të skenës edhe të ekranit shqiptar si Demir Hyshkja, Astrid Qerma, Shpërtim Shmili, Piro Kita, Valentina Xhezo, Zamira Bora e të tjerë tash se kështu që vija në një si thua me një mbushje, sepse sapo kishin fituar ato vite çmimin e parë, flamurin e festivalit kombëtar të teatrave me komedinë e Pullumkullës, sa shumë gjethet fata të vjesht. Dhe një komedi e cila prekte atë aratisjen nga Shqipëria, të ikjen nga Shqipëria, sepse ishte pikërisht ato fundi i kohës së para çlirimit në fjalë, ato që vërtet ishin dijes, nuk gjeshin dot një kryeministër. Erdha në Itali me ato ëndrat e një kredi veçari, siç mendohesh me fjalë që dali mirë, po jo se ishte Italia, mjafton për neve për brezin ton, mjafton që të kaloshim atë traun me Lara, po jo se Italia, po se ishte Greqi, se ishte Marok, se ishte nuk e dorim ta dini fare. Mjafton të dilnim një herë, të jetoshim, të kuptoshim se si ishte demokracia. Erdha këtu në Itali,
ndetëm një javë në Brindisi, në ato shkolla që na sistemuan, na rregulluan, pastaj erdha në Asti, sepse ishim një grup djemë që ishim bashkë. Erdha në Asti dhe bëra për disa kohë, bëra përkthyesin, sepse një që italishtën atëherë, edhe bëra përkthyesin në kazermë, na sistemoni një kazermë ushtarake. Mbaj mend që ka qenë një situatë e mbushur, e ngopur nga mediat italiane të asaj kohe, sidomos të tipit Rete 4, të tipit Emilio Fede, të tipit apo që çdo gjë që ndodhte në Itali, probabilmente albaneze, probabilmente unë kam patur një ftesë, nga që isha, domethënë, e morën vesh që punoja në teatr e një tjetër, kam patur një ftesë atë ishte një televizion lokal i vogël këtu në Asti, nuk është më. Për filmin Amerika. Edhe ju sot për shembull nuk bëhet një bisedë paraprake me mua. Jo. Ashtu. Absolutisht. Ata zotërinë të gjitha në transmision. Ashtu. Ata zotërinë tjetër më thonë kërkuan një bisedë paraprake, çfarë do pyesnin dhe çfarë do përgjigjesha. Dhe unë pash, por atë pritës pas kam ardhur në një vend demokracie që mund të them çfarë të dua. Po. Unë duhet të them atë që thon biseda paraprake. Duhet të them atë që më thot gazetari, dhe unë faktikisht e pash filmin, dhe nuk pash asgjë shqiptare në atë film. Përveç atë realitetit të kësaj kohe, domethënë që po shkatërrohesh çdo gjë e një. Por nuk pash një shqiptar të kulturuar, një shqiptar të shkolluar. Ishin gjithë njerëz të egër, ishin gjithë sikur vishin nga kavernat. Por jo më zotërisë, nuk ishte ajo Shqipëria. Ashtu e donin, ashtu më interesonte. Pero unë, mbase kishe jetuar në një Shqipëri tjetër, dija që kishte se kam patur dhe unë njerëz të dënuar. Por domethënë nuk ishte e gjithë Shqipëria ashtu, sepse në fund Shqipëria kishte edhe shkolla, kishte edhe spitale, kishte edhe universitete, kishte edhe hekurua, pa diskutim, kishte edhe rrugë. Nuk ishte realiteti. Kur ju thash pastaj që shiko, ju i keni vënë emrin në filmit Amerika, por për neve nuk mund të ishte çdo lloj shteti, mund të ishte Turqia, mund të ishte Marroku, mund të ishte India, mund të ishte çdo lloj shteti. Amerikën dhe se keni patur ju ëndër. Morët valizat e kartonit dhe u nisën për në Amerikë. Amerika nuk ishte ëndër rajona. Ëndër rajona ishte demokracia, ishte liria. Shumë vërtet. U shty si u shty, u bë si u bë, kupton të bëjo, edhe ika, nuk pranova, ika. Se do rria pasaj vetëm si dëgjuese, kuptova që do rria si dëgjuese, do bëshim pyetje të tjera dhe do rria vetëm aty për të mbushur korrikën. Asa, në ndër këto vite, e ke ndjerë ndryshimet, domethënë ka ndryshuar komuniteti shqiptare në Itali? Ka ndryshuar dhe shumë. Ka ndryshuar, më shumë nga ato vitet e fillimit. Komuniteti shqiptar e tregoi vetëm. Fillimisht ishin ata që erdhën që kishin dalë jo nga burgjet e jo, më thënë edhe kishin ardhur me mendimin për të bërë pasuri, me të grabitur me kështu. Kaloi e periudhë, deri dhe në ondatën e dytë që u bë në korrik me gjëra atje, u stabilizuan gjërat. Shqiptarët po fillonin të mendonin për punën, për shkollën, dhe sot të gjithë, domethënë, nuk ka familje shqiptare që po ketë një vajzë, një djalë, të laureuar, të diplomuar në universitetet italiane. Dhe kjo është shumë pozitive. Unë kam drejtim tim, për shembull, djali im është inxhinier informatik dhe punon domethënë për një agent multinacionale, me kanë dhe shumë të rëndësishme. Po kam parë domethënë që shumë të tjerë, inxhinier, avokat, mjek, dhe kjo është për të përgjizuar. Shqiptarët sot kanë veprimtaritë e tyre, kanë aktivitetet e tyre, kanë pasuritë dhe porët e tyre, shtëpi, aktivitete,
Ka shumë e vërtet kjo. Po për sa I përket brezave të rinj, domethënë ku quhen sekonda generazione, domethënë fëmijët që kanë lindur këtu ose gratë. A mendon se kanë ndryshuar, domethënë, a kanë mjaftësisht hapësirë o kanë mundësi në për role drejtuese, në për institucione ose në për institucione edhe në për shoqatat tona, por edhe në për institucionet politike italiane. Ka akoma për të bërë fakti që neve domethënë kemi vajzat tona që janë edhe kryetare bashkie sot në disa komuna. Fakti I Ervinit që vjen domethënë gjithmonë I deleguar nga komuna e atje ku është ai. Po dy kemi, që a mjaftojnë 2? Tash ti shiko. Ne fillimisht ishim 200.000, nuk e di sa ishim kriminal, hajdut, vrasës që erdhëm sipas tyre, këtë në përjot. Tani nuk kam më nga ata, po ka filluar të ketë sindakat, të ketë përfaqësues bashkie, 2, 3, 4, por ama ka mjek, ka inxhinier, ka avokat, a këtë në përjot. Kështu dhe fillojnë pak nga pak. Por gruaja për shembull është mirë organizuar në disa në shoqata të ndryshme, në vende të ndryshme, qytete të ndryshme, bën aktivitete, bën veprimtari të ndryshme. Edhe këtu në atë është organizata e gruas që bën, domethënë, edhe në Parma është organizata e gruas që bëjnë veprimtari dhe e bën që të ndihet zëri I gruas. Nëse ke dëshirë dhe si thua ke mirësinë për të bërë diçka, e bën. Qoftë në organizat gruaje, qoftë në organizat shoqërore, qoftë në për gjuhën, qoftë për mendimin tim, domethënë të gjitha zonjat, vajzat dhe gratë shqiptare që punojnë për sa I takon shkollës shqipe, gjuhës shqipe, kudo që janë një vlerë e padiskutueshme e kombit tonë. Mësuese si Esmeralda, Sadiku, si Dila, si gjithë mësuesit që janë, kudo që janë, a kupton? Janë vërtet ambasadorët më të mira dhe dëshmorët të gjalla vivente të historisë, të gjuhës dhe të kulturës tonë. Ato bëjnë që të jetoj kultura sot, ato bëjnë që të jetoj gjuha jonë sot, këto bëjnë. Shiko, po ne shikojmë kështu. Ha më kush bëjnë ata një fjalë. Shiko, nëse më lejon të bëj nëse më lejon të bëj një ndërhyrje. Meqenëse jemi këtu, shoqata Aso Albania, mi falla thua ti më gjatë pasaj emrin e kësaj, në Asti, pra në Piemonte, për çfarë lindi? Lindi pikërisht për të shpalosur kulturën shqiptare, apo lindi se shteti shqiptar nuk ishte aq sa duhet pranë diasporës së shqiptarëve? Jo. Për të dytën tepër, që të jemi si thua I sinqertë, ishte një ide, fillimisht një ide e Nikolin Gjeloshit në Prato, dhe në Firenze, dhe ai kërkoi nëpërmjet parent të mjetët të tij që kishte përshorinë paratesme, që kishte të njohur, që kishte këtu, që të jepte domethënë zgjerim shoqatës të tij Aso Albania, që ishte në Firenze, në Prato. Lindi fillimisht si ndihmëse e shoqatave e ndërmarrjeve shqiptare, e këtyre imprezarëve shqiptar në kohën e krizës që ishte. Me fjalë do të ndihmoshim njëri tjetrin me punë, unë kam punë, t'jap këtë, kaloj këtë punën, ti kaloj këtë punën, këtë, si thua një lloj rrethi ku t'ishim ne të ndihmoshim njëri tjetrin. Për fat të mirë ajo kohë krizë kaloi me një fjalë, edhe për fat të mirë atëherë shokët ma dëgjuan fjalën dhe ma vlerësuan punën dhe thanë nëse neve kemi me disnesh një njeri që vjen nga institucion I nderuar, I njohur I artit dhe kulturës tonë, mori dhe drejtim pastaj kulturor më ty. Se përndryshe nuk do ishte arritur domethënë inaugurimi I madh me ato forcat krijuese që erdhën me ata artistë mëdhaj që erdhën, nëse nuk do kishte domethënë një, si thua, një drejtim të tillë shoqata jonë. Patjetër. Po Maljana, se më falë se të ndërhyra.
Jo, mua më vjen mirë. Shiko, unë faktikisht në të zonën ku jetoni ju me fjalë, unë kam qenë 2 herë si vizitor, sepse kam njerëz të mi aty në zonën e Piemontës, por dësha të dija kush është më tepër jeta shqiptarëve në atë zonë, jo thjesht puna që bëjnë, por sa janë si thosh, të bashkangjitur me jetën italiane, si janë rehabilituar brenda jetës italiane, dhe kush është më tepër ajo prirja e shqiptarëve që jetojnë aty. Atëherë, neve kur erdhëm fillimisht këtu, erdhëm me tren. Kemi jetuar gjithë natën dhe vendimi i këshillit bashkiak atëherë që ishte me fjalë të komunës, ishte që të mbante 1/10 e popullsisë me shqiptarë. Në kuptimin që ishin 70.000 se sa ishin këto atëherë, dhe vendosën që të mbashin 700 shqiptarë në gazerë. 700 shqiptarë, kur neve hapëm shkollën, pa ata që kishin marrë cittadinancën, sepse tash ishin qytetarë italianë, ata që kishin marrë cittadinancën, ishin mbi 850 ca familje, domethënë shqiptare. Me fjalë, 700 shqiptarë ishim ne, ishin 850 ca familje shqiptare pa qytetari italiane. Ishin me kartë sogjornë akoma, Kuptoj. Llogarit që çdo familje të paktën 4 persona, kupton ti? Edhe arrim atë numër që sot janë shqiptarë në afër 3.500, 4.000. Pse? Sepse domethënë shqiptarët e ndjen që ishte mundësi pune, kishte mundësi qetësie, të mos harrojmë domethënë në historinë tonë, në 97-ën e Shqipërisë, të mërshme, kupton apo? Dhe kërkonin që t'i merrnin familjarët e tyre, sa më afër, sa më pranë. Po si u sajonin në një shtëpi, u sajonin edhe një punë, u gjenin edhe një mbështetje, a kupton apo jo? Po i gjeshin edhe ato pikat ku ishin të ndihmat jetë te Caritasi, jetë a kupton? Këta që erdhën mbrapa ishin më të përkëndellur, ishin më me fat. Ne që erdhëm fillimisht ishim pas njeri këtu. Jo, po ju i keni hap rrugët, nuk diskutohet. Ne e kemi fajin, ne jemi fajtorë. Na mësua të keq. Ku mendon, shiko, duke pas parasysh, sepse nuk është puna që me ju ne mund të thasim shumë çka, por dua të të bëj një pyetje më të drejtë për drejtë ndoshta. Sa shikon Shqipërinë, pra flas politikën shqiptare, jo populli, por politika në tërësinë e vet, sa është pranë diasporës? Do të flas, domethënë, ashtu patoreza. Jo, të flas është një shumë fare, kupton, nuk ka si lloj dorëze ose si ta ndjesh ti, nuk ka problem. Unë nuk kam patur ndonjëherë besim tek politika, asnjëherë. Nuk kam patur ndonjëherë simpati për politikën, asnjëherë. Edhe një herë që takova të vetëm një politikan, që takova ishte Pandeli Majko, e takova në Tiranë. E takova sepse kishte në shok kursin inxhinieri mekanike me time shoqe. A kupton? Mu dha mundësia, e takova edhe ju kujtua pastaj janë që e vetmja domethënë herë që kam takuar një politikan ishte kjo. Pse? Sepse neve kemi unë flas për veten time, për shembull, unë erdha nga Shqipëria, kam lënë në 1960-ën dhe për domethënë 30 vjeç me një president, me një udhëheqës shteti në Shqipëri. Unë jam 34 vjet 35 vjet po bëj në emigrim, dhe ne kemi po të njëjtat emra në politikën tonë. Asgjë pra nuk ka ndryshuar përveç se është përkeqësuar, sepse nuk ka ndodhur kurrë, domethënë që të jenë 2 zëvendës presidenta dhe zëvendës kryeministra me urdhër arresti. E gjithë të që i dim njohë dhe i dim... Kuptej, shiko, jo, sepse, a di pse ta bëra këtë pyetje, sepse dua ta lidh
Ma të që ju thatë që shqiptarët në emigracion, pra jo vetëm në Itali, po kudo, po janë shqiptarët në Gjermani, Amerikë, kudo që janë të arsimuar, kanë bërë universitete, kanë bërë master, kanë bërë doktoratura, e tjerë shumë çka. Dhe po vëmë re që diaspora dje u përdor për remitanca për Shqipërinë. Tani, edhe që është dhënë e drejta votës, diaspora shikohet si numër. Ne pak më përpara folëm për gjuhën, për historinë, folëm për gjithçka, po duhet kemi parasysh që diaspora ishte ajo që luftoi shumë për të sjellë edhe pavarësinë e Shqipërisë në 1912-ën. Dha shumë. A i ka koha që diaspora të marrë fatet e vendit në dorë? Ajo pa dallim, më falë, pa dallim pa të partijarë do shpjo. Pa dallim, normal, më flas diaspora pra s'po i ndaj në parti. Po e filloj nga fjalimi i atij shqiptar amerikanit, që është edhe kryetari i diasporës, që nuk më vjen emri në mend atij shkodranit nga Veriu, në samitin e diasporës ku ishte edhe Madiana, dhe i tha, ne tha jemi një kombë, tha, që tha të t'i marrë tha të dy për kokë këta Ramën dhe Vučićin, e t'i fus atje dhe gjithë të presidentët e këtyre shteteve Michel që janë t'i fus atje në një dhomë, tha, e t'ja mbyll me qelës, tha, derisa të zgjidhen, tha, sepse ne tha jemi një kombë, tha, dhe kemi dy gjuhë. Jemi një kombë dhe kemi dy flamure, kemi 5 shtete, kemi 5 shtete dhe kemi një gjuhë. Pra, emigrant, diasporë si puna e këtij, ky mendim i diasporës, mendoj që është ai që do ta bashkojë Shqipërinë një ditë. Por bashkimi i Shqipërisë për mendimin tim, flas gjithmonë, domethënë të thjesht privat, është një hal, është një armë kundër armiqve tanë. Ata i druan, i kanë frikë një Shqipëri të madhe. Se Shqipëria dhe kaq e vogël sa është që ndjehet në botë. E tregon veten në botë. Qoftë me koka, qoftë me artist, qoftë me gjuhë, patjetër, sepse kështu tek me fjalë në kudo në botë ne shkëlqejmë. Por shiko, unë kam më tepër te kjo, miku im. Flasim sepse Bashkimi Kombëtar ka shumë procedura, ka shumë konventa etj me fjalë, por ne kemi Shqipërinë tonë sot, edhe ti vetë ceke pak më përpara. Pra unë vitet 90 kam qenë 13 vjeç. Pra kam kaluar thjesht adoleshencën e mbrapa, kam kaluar në demokraci, si i thonë. Dhe me të njëjtit figura që janë sot, me ata jam rritur. Dhe këta janë edhe sot. Po kemi parasysh që në atë kohë kanë lind, pra ata që kanë lind në atë kohë sot janë burra, janë gra. Tani unë flas duke parë ka shumë probleme Shqipëria. Ka shumë skandale qeveria, një shtet që për mendimin tim as opozit nuk ka, sepse që tjetë një shtet demokratik duhet ketë opozit, por për mua se Leonard nuk ka as opozit, pra ka thjesht fragmente. Dhe duhet një mendim tëndin, mendon që diaspora duhet të organizohet, duhet të dalin disa koka, duhet të bashkojnë këta njerëz, të ndërtohet një lëvizje, të bëhet diçka për Shqipërinë, se nëse gjithë shqiptarët do ikin, miku im, le të ikin shqiptarët, nuk ka problem. Por varret e gjyshërve si marrim dot. Çfarë tek ajo poezia që i lexoj Madiana. Po ndaj tash na rizgjoi disa kujtime dhe më futi në tjera mendime, meditime. E vetmja për mendimin tim, e vetmja rrugë e shpëtimit të Shqipërisë është zgjedhja, futja në politikën shqiptare, në elitën shqiptare, vetëm nga diaspora. Të ri, gjak nga diaspora. Edhe atje s'ka, është Shqipëria ka, po janë të politizuar, janë të industrinuar që... Kjo është problemi. Elita e ardhshme, domethënë, që nëse duam, domethënë një Shqipëri të pastër, një Shqipëri me vizion për të ardhmen, është vetëm elita e diasporës.
Po, edhe shembullin asan e kemi, sepse diaspora tha fjalën e vete edhe në Kosovë, domethënë. Po, ma, po kanë një kulturë perëndimore, kanë studiuar në universitetet perëndimore, Madjana. Njohin historinë e mirë të perëndimit. A kupton? Kështu që nuk mund ta çojnë Shqipërinë në rrugë gabuar. Sepse, shiko, nëse ngelim pak të padashur të bezisthymi fjalë. Nuk është unë jam nuk është problemi, ose mua si Leonard më shqetëson rinia në diasporë. Sepse të shkosh të çosh në Shqipëri, fëmijët që lindin këtu apo rriten këtu, ti s'kesh t'ja konkretizosh atë çfarë ju tregon. Ka ngel shumë pak, është prish historia, janë prish gjurmët, janë prish shumë çka. Dhe kemi ngel në prindrit duke u thënë na ishte një herë. Dhe nëse kjo rini nuk bëhemi ne ata shtytësit kryesor që t'i mësojnë për të marrë vendin dorë, për të marrë fatet e Shqipërisë në dorë. Sepse Shqipëria më duket se politika e Shqipërisë, jo Shqipëria, politika e Shqipërisë. Po bën atë politikën e mbrapsh që jo të na asimiloj brezin ton, por të na asimiloj brezin e ri. Dhe kjo më dhëm shumë. Tash ajo që ndodh në politikën shqiptare ndodh në shkallë të zvogëluar edhe në shoqatat tona. Jo, pa diskutim, se kjo është smundje për gjithë ne, ku do që jemi. Kush është politika e Shqipërisë? Politika e Shqipërisë është që të largohen ata kokat e mençura, të largohen ata të zgjuarit, ata që duan të studiojnë, që kanë ndërmend të studiojnë, dhe të marrin punëtor nga Bangladeshi, nga gjithsesi, mas kaq vjet punë japim qytetarinë dhe i kthejmë flavor në Shqipërinë tonë të bukur me fjalë. Kush është rinia, që thua ti? Ne filluam misionin duke thënë që jemi ne që duhet të japim zë shqiptares, kombëtares, gjuhës, kulturës, artit. Jemi ne që duhet të transmetojmë brezave të rinj, edhe dashurinë për atë bashkë me këto. Nuk do t'i lëmë hapësirë shumë shtyre sociale që kanë ardhur tash, që bëjnë fëmijët tanë, nuk flas për brezin direkt mbas nesh, por këta të rritin të nishëm, do të thonë mosha 12 vjeç, 13 vjeç, po i bëjnë budallëj. Nuk kanë qejf të studiojnë, nuk kanë qejf të shkojnë në shkollë, nuk kanë vetëm në TikTok, vetëm dhe të arrish deri aty, domethënë që ti krijosh lojra për të rrezikuar jetën, për të hedhur nga katet e 15-a, 20-a, domethënë për të bërë një vdekje direkt. Kjo është çmunduri. Patjetër. Është çmunduri. Është detyra jonë, prandaj tash nuk duhet t'i lëmë hapësirë, nuk duhet t'i lëmë vend asnjë lloj gjëje tjetër, domethënë që nuk është në shërbim të progresit, në shërbim të dashurisë, në shërbim të dheut, të dashurisë për gjuhën për kombin. S'do të ketë asnjë të drejtë fjalë. Edhe pse përleshim, edhe pse përgjakemi me të. Nuk ka të drejtën e fjalës, sepse ai kom nuk është vetëm i tia, është edhe imi. Ato varre nuk janë vetëm tia, që i ka atje, po janë të mijat. Po diskutim. Janë të tua, janë të Madjanas, janë të gjithëve ne. Eksakt. Gjithë nga ne do ta ngrej zërin. Sepse ku kemi lindur të gjithë kemi thënë një fjalë shit. Ah, më nan. Shumë e vërtet. Dhe kjo është për miku im që më dhëm më së tepër mi, sepse më thënë të drejtën, edhe diasporën për e shoh shumë të mevsht. Thash pra, nuk është puna të bëjmë vetëm politikë, por nuk kemi nga i shmangemi, sepse kemi aq shumë probleme në atë Shqipëri. Dhe ne themi pse nuk ngrihet dikush në Shqipëri, po kush ka ngel në Shqipëri të ngrihet? Kush ka ngel? Të ngrihet baba im pensionist, të ngrihet babaja tjetër pensionist, jo më jo. A ka ardhur kohë, ore duhet vetë diaspora duhet. Forca e diasporës, forca e mendjes, forca e trurit. Po miku im. Më fal për tonacionin. Jo, po është vërtet ajo që thua ti, është e pashmangshme. Por është pjesë e jetës që ne përjetojmë, pjesë e asaj që rrjedhës historisë, nuk i bëjmë dot neve gjë. Nëse rrim këtu dhe diskutojmë, a kupton?
Është një batut në një film shqiptar, më duket se të malet me Blerin Buluar, kur Viktor Xhusti i thot njërit nga atyre, do zemër lufta, zemër. Patjetër. Edhe kjo është luftë, edhe kjo do zemër. Do zemër. Do të bësh zemër në radh parë, do të bësh dashuri në radh parë, mbi çdo gjë. Do të jetë të dalë një që thotë, jo, ç'është ashtu gjua shqipe, ku ja ku ti kati. Do të dalë një tjetër që thotë, një tjetër më intermedie, thotë, ti më si ja the, po ku ja the. Ne do ta themi, desha të lodhemi. Shko vërtet është kjo. Dhe shiko, nëse kthehemi pak tek arti, se Madjana më fal, kërkoj ndjes sepse do Pjesa e dytë ishte pjesa jote, Leo, pa do e mbylla unë. Jo, nëse me që jemi këtu, Leo, pritet të ndryshojmë të kjo ideja e diasporës se ti e di shumë mirë dhe si e mendoj unë, domethënë, jo më kot fola edhe për Kosovën që është në gjendje të japi ndryshime, e mendoj që edhe ne jemi në gjendje si diasporë të bëjmë ndryshimin, por është puna ati ilaçit, duhet të gjejmë atë ilaçin, sepse duhet të lejmë një anë këto ndarjet politike, domethënë e majtë e djas të qendrës, për t'i dhënë ndryshimin me të vërtet, duhet të zhvishemi nga politika e vjetër, sepse vetëm të bashkuar në ide të ndryshme, nuk ka rëndësi t'i rri. Gentiani herën e parë ka thënë kombi në rrezik, më ka mbetur në mendje kjo shpreha e Gentianit në një intervistë që ka thënë kombi në rrezik. Kur kombi është në rrezik. Nuk të dëgjova Hasan. Ka thënë Qazi Molleti. Po, në dëgjova te Gentiani, pa le që kanë thënë ata më përpara. Ata kanë thënë, por me të vërtet kombi është në rrezik, sinqerisht. Po, e di se domethënë janë shprehje të marra, por nga që po flasim për diasporën për këtë moment, domethënë si dikur, atëre ka thënë ai, tani e tha ky tjetri. Jo, dakor, po e ka thënë ai. Po, uri për të ri, atëre desha domethënë me të vërtetë që në një moment ku kombi është në rrezik, duhet domethënë të gjesh ilaçin e asaj që pak më përpara po thoshim që nuk mund, domethënë nuk gjejmë pikën e përbashkët. Le të gjejmë kombin si pikë të përbashkët e të lejmë të gjitha idetë tona më njanë, të gjitha idetë tona politike. Do ishte fantastike, shpresoj, unë jam gati nëse dëshironi, kur do të dëshiroj ta vazhdojmë të hymë në thellësi të kësaj bisede duke filluar që këtu jam gati. Po e shoh të pamundur, sepse është një histori e gjatë, mira vjeçare, domethënë që ne vim duke tradhtuar njëri tjetrin. Tash, që nga historia e Skënderbeut. Brenda familjes u tradhtuan ata. Patjetër. Je çfista. Mos harrojmë domethënë, ma kollajmë lidhet një thes me plesa se sa dy shqiptar bashkë. Po ashtu është. Por e vetmja domethënë zgjidhje dhe e vetmja mundësi është që gjithsecili nga ne të bëj punën e vet, me forcë, me këmbgulje, kupton ti, dhe pa asnjë lëshim. Jemi ne, si thua, okulistët, që duhet t'i japim atyre që nuk shohin, t'i japim numrin e saktë të syzeve për ta parë, domethënë, situatën ashtu siç është. Të pasbukuruar, të pa, por dhe perspektivën, të shohin me syze që shohin nga larg, jo vetëm afër. Dhe të japim sa të mundemi sa më pasërtisht edhe patriotizmin tek brezëri, të kultivojmë atë forcën e duhur për të dashur vendin e tyre, sepse nëse ti, unë, Madjana, mosha jon e duam se mi rritur atje, kemi lindur atje, po fëmijët tanë apo niprat e tanë lindin këtu. Dhe këtyre duhet t'ju injeksohet patjetër kjo dashuria për vendin, dhe këta ndoshta janë, si thosh, ata që mund ta ndryshojnë edhe atë pjesën e tradhtisë, si kur e thatë ju që në kohën e Skënderbeut. Nuk është e nevojshme ta trashëgojmë. Në një moment duhet ta presim. Duhet të ndalojmë në këtë pjesë. Po, ta tejkalojmë ose të presim edhe, si i thonë, zinxhirat, t'i presim nëse është e nevojshme. Unë pash një koncert tash që gjesh në Shqipëri, ishte një vajzë e re, 21 vjeçare, një Olga Dondik,
Dhe ajo, domethënë, aty e kam shkruar në Facebook që bëri zap, një popull që bëri zap një orkestër 65 vjeçar, 65 instrumentash. Pse e them këtë? E them këtë që ajo një vajzë por me të drejtën e dirigjentes të orkestrës tronditi sallën, i bëri bashkë t'i bien domethënë një simfonie, një crescendo të tillë që domethënë arriti deri në mbyllje që ishte të lagoj hapur. Ne, gjithë shoqatat që jemi këtu, duhet gjejmë një dirigjent të tillë, sepse jemi një orkestër që secili bie për qefin vet. Bravo. Nuk kemi një dirigjent që të mendoj që do bëhet kjo vepër arti sepse kjo vepër flet sot për këtë moment historik në cili po kalojmë. Dhe i drejton të gjitha shoqatat dhe u jep udhëzime të gjithë shoqatat. Marrin mendime, kuptohet, jo se me urdhër, por që të jetë, domethënë, një peksynim. Atëherë si që do të dëgohet kjo orkestër e shqiptarëve jashtë vendit. Po kështu secili domethënë njëri bie gozhë, tjetri pa të kohë, tjetri me kapaketë nxjerrë, se gjitha nuk kemi për të bërë kur orkestër. Shumë vërtet kjo. Kjo është që duhet, pra se edhe unë për këtë, pikërisht për këtë që po thoni ju, e hodha edhe unë si diskutim, se ndoshta të kërkoj ndjesë sepse u futëm ndoshta pak shumë në politikë, por është Shqipëria që na dhëm të gjithëve. Drejt. Është ajo që na dhëm. Pra duhet t'i shmangim ndoshta shpeshherë edhe profesionet tona, dëshirat tona, ëndrat tona, por duhet të na bashkoj ëndra vetëm për Shqipërinë. Dhe kjo është që duhet të na dhëmë. Ndaj e them sa herë që ka mundësi, diaspora duhet të lëvizë. Nuk kemi pse themi ne Rama i keq, Berisha i keq. Jo, ata janë, ata që janë. Por duhet ne të kuptojmë se çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë të bëjmë. Ky popull, ky kom, kjo që jemi neve në Shqipëri në diasporë. Këtë më thash, nuk jam i politikës dhe nuk më intereson politika. Jo, nuk po bëjmë politikë. A mundet të mendohet, domethënë që të votohet e vihet zjarri i Shqipërisë për një Sali Berisha? Po eksakt pra. Nuk them për demokracinë, dakor, demokracia të vijë kthehet, po nuk i vëm dot zjarrin e Shqipërisë me bomba molotov, sepse do të them një, ja vure thot, ai nesër do të vdes, pastaj do të vdes. Ore për asnjërin. As për atë. Diaspora, shikoj, diaspora të vetëm interes do të ketë Shqipërinë. Për një emër. Diaspora të vetëm interes do të ketë Shqipërinë. Nuk ka rëndësi kush është njëri, kush është tjetri, do të ketë interes Shqipërinë. A më bëj një pyetje, po këtë pyetje nuk ja bëj vetëm ju, e bëj gjithë shqiptarëve këto që janë. Mundi? Nga gjithë politikanët tanë, nga të gjithë politikanët dhe nga të gjithë mbështetësit e tyre me fjalë. Kush është si puna ime, si puna jote, Madiana, si puna që nuk vlen dot një hyrje në Shqipëri, ose dhe hyrjen e vet nuk e mban dot sepse e kanë vjedhur në një farë mënyrë dhe tokën e kanë prishur në një farë mënyrë. Më thua një nga të politikanët tanë, të majtë, të djathtë, të mesë, të lartë, poshtë, gjithë janë, që ta kemë këtë problem që kemi patur neve. Asnjëri. Absolutisht se besoj. Atje drejtor, drejtor i komunales, po t'jesh e blet një hyrje, jo më. Po kjo duhet të ndryshojë Hasan, dikush duhet të ndryshojë këtë drejtë sistemin. Po duhet të ndryshojë sepse unë kur pi kafe me ty në bar, kupton apo jo? Unë nuk të lë të flasësh ndryshe nga kështu siç e mendoj unë. A kupton? Kjo gjë duhet bërë me të gjithë. E vërtet, shumë e vërtet kjo. A kupton? Ju lutem juve të gjithëve me fjalë të mos u japim zë, të mos u japim hapësira i gjësirave. Zërave do më thënë pa vlerë, të japim vlerë artistëve, krijuesve, atyre që vërtet mendojnë dhe punojnë për kombit. Të japim vlerë vlerave. Hasan Alijet me gazetën Rrënjë është një vlerë kombëtare këtu në diasporë. Të gjithë ata që mundojnë dhe krijojnë, Ymer Nurka, që nuk mendon për të publikuar në revistat, nuk vetë çmimet që kanë marrë, por shkruan dhe krijojnë domethënë poezi. Me shumë shqiptarizëm, me shumë televizion. Timo Mërkuri i jep vlerë
artit folklorit tonë shqiptar. Fatmir Treziu në Angli i jep vlerë. Koleu i gjetëm domethënë gjithë Shpresoj që sepse e dilave të ardhshme, faleminderit Hasan. Shpresoj që miku jon do na krijoj mundësinë që edhe të kemi këta njerëz edhe në mikrofon në radio. Patjetër dhe janë emra të nderuar. Ilias Bobën në Greqi në Patras, një profesor akademik, domethënë që të nderon. Sepse miku im edhe Windows Radio, pra i kërkoj ndjes dëgjuesve, pra që kam krijuar këtë Windows Radio, kam krijuar totalisht vetëm me pasionin dhe dëshirën pikërisht për këtë që ne po flasim. Që të kemi mundësi për të thënë dhe për të sjellë njerëz që kanë çfarë të thonë. Për ta përdorur fjalën aty ku duhet. Dhe ky është misioni që kemi ndërtuar edhe këtë media sa do e vogël që të jetë, por do përpiqemi që të japim sa të mundemi. Drejt, ajo që tha që pozove, edhe kur je me shokë dhe me miq në kafe, në bar. Ky do të jetë qëllimi, ky do të jetë Patjetër. Si shikon, të kthehemi pak tek profesioni juaj. Nuk duhet të ngjelem shumë tek diaspora, por si shikon artin në përgjithësi, sidomos në Shqipëri. Po kesh përdorur artistët? Unë nuk e ndjek shumë artin në Shqipëri, por po them vetëm një fakt. Vajta në teatrin tim para ca vitesh, edhe ne kur kemi qenë domethënë në montimi, kanë qenë rreth 93 artistë, krijues artistë dhe 120 me gjithë prapavijin. Kur kanë prapavijin, domethënë duke filluar që nga marangozët, piktori ekzekutiv, portieri, pastruesët e gjithë, elektricistë, fonisti, ishim 120 veta. Tash janë 60, por ama thash, në 120 veta ishim 93 ishin artistë. Aktor, regjisor, libretist, instrumentist, këngëtar, vajta dhe ishin këtë vit para 2 vite vjetës po vajta, 60 veta në nomenklaturën e teatrit. Ishin vetëm 3 aktor që nuk ishin nga Elbasani dhe të tjerët ishin domethënë aktor rezultonin, por që bëshin që shuhet ajo me publikun public relation që lloj gjërash për të drejtën e botimit në gazeta, në media, e pra një teatr i tillë nuk mund të jetë teatr. Tash si jeton teatri i Elbasanit? Jeton me një aktor, regjisor të marrë që vjen nga Tirana, nga tjere, merr një fond, taktoj një fond për bërë një teatr, një shfaqje, edhe merr aktorët e vet ai, punon 3 muaj, 4 muaj, 1 muaj, 2 muaj sa punon, japin 5-6 shfaqje, edhe aty mbyllet. Kurse shfaqjet në kohën tonë, ne kishim repertorin tonë, për vetë shfaqjeve të reja, 4 premiera të reja në çdo vit. Kishim dhe magazinën e dekoreve që nxirrshim nga repertori me shfaqjet vjetra që i vishim për paseri. Kjo harrojeni se mund të ndodhë. Po kjo është pra sepse deri këtu ka hyrë mbrapshta ndër ne, sa po duhet të shrenjosin edhe artin, edhe kulturën, historinë. Se më ke futur në një, si mos hyje mbrapshta, kur ne vetëm shkojmë dhe shëmbim teatrin kombëtar. Si mos hyje mbrapshta kur ne shkojmë prishim televizionin shqiptar. Si mos hyje mbrapshta. Ore, qofse për teatrin u bën një farë proteste, ore për këtë televizorin shqiptar, thjesht po flasin ata punonësit atje, ata gazetarët e vjetër atje, por asgjë, as lloj lëvizje. Kjo është tragjedi. Nuk e di.
nuk e di. Nuk mund të flasë se kam dhimbje për këto. Unë thash, vina një kohë në një teatr që ishte numër 1 në Shqipërinë atë kohë, Teatri Skampa, edhe kur vajta i gjitha të shikë, këtë vit ishe dhe me brima jashtë mureve, kishe rënë mure e vetë me gjë e bukur që kishin bërë, kishin hequr atë klubin që ishte bërë në hollin teatrit dhe një liberi që ishte libra. Dhe kishin dhënë atë hapësirë përsëri teatrit dhe ishin këtyre teatrit. Po, jom kot e përdojmë të shprehen kombi në rrezik, sepse një kombi tjetërsoj historinë edhe kulturën dhe s'ke nevojë asgjë tjetër. Janë rregull. Për ta zhdukur. E vërtet. Dhe kjo është që them sepse vrapon politika për të gjetur Hasan Bulçarin, fal që po të marr shembull miku im, apo këdo artist apo dikë që ka bërë emër në diasporë, vrapon politika për ta gjetur thjesht për ta përdor si thosh si fasadë të vetën dhe vetëm për kaq. Unë kam patur prindit e mi kanë qenë mësues. Edhe shpesh më zinte gjumi te kuzhina me prindit e mi të ndjerë që diskutoheshin për ditarin, për planin tremujor, dhe për planin edukativ. Plani edukativ ishte një plan tjetër përveç atij mësimorit programatikut, ku në çdo orë mësimi ata do të nxjerrnin qëllimin e mësimit, orës mësimit. Dhe kuptohet që ky qëllim do të ishte gjithmonë kombëtar, do të ishte gjithmonë shqiptar. Patjetër. E unë këta, domethënë, dhe jam rritur, më zinte gjumi duke lexuar librat e mi, ke reflektori, dhe jam rritur me këtë situatë që dëgjoja, i kam në vesh akoma ato bisedat e tyre. Ku ta gjejmë qëllimin te kjo, te ky biseda, te ky dialogu, te kjo fjala, apo do të bëj? Sot nuk bëhet më. Sot nuk është më kjo dashuri. Qoftë për mësuesët, qoftë për regjisorët, qoftë për artistët, nuk e kanë më këtë qëllim edukativ të masave që duan t'i çojnë drejt. Sepse e kanë rënuar arsimin, sepse mësuesi është ai që si thosh e ndërton doktorin, inxhinierin, regjisorin, aktorin. Do një fakt për këtë? Prishën shkollën pedagogjike në Elbasan, që ishte djepi i arsimit kombëtar. Nga shkolla Luigi Gurakuqi, pedagogjike Luigi Gurakuqi në Elbasan, u nisën arsimtarët e parë që vajtën në Kosovë dhe u mësuan gjuhën shqipe. Ka shumë mësues shqiptarë që mbeten atje pastaj. Nga shkolla pedagogjike u nisën mësuesët e parë në gjithë Shqipërinë. Prindit e mi kanë qenë nga ajo shkollë, kanë dalë nga ajo shkollë. Dhe sot është rënuar. Dhe sot u prish. U prish qendra arsimit që ishte në Elbasan dhe është bërë Elbasani dhe Korça kanë një qendër arsimi dhe ka në Korçë. Është vërtet. Elbasani i Kristoforidhit, Elbasani i Vashkall Todrit, e ka qendrën në Korçë, qendër arsimi në Korçë. Po ka Shkodra Lezhë, Shkodra ka Lezhë. Nuk e di se ku është, nuk e di se ka. Po them pra, shiko, pra ky është problemi pra, sepse kjo është tragjedia. Sepse sot ne marrim shaka, e marrim si loj. Pra nëse kjo kthehet tragjedi kombëtare. Është tragjedi sot, jo nesër. Po është sot normal, por nëse ne sot e marrim si loj, a kupton, ne këtë tragjedinë e sotshme, nesër pastaj pikërisht pra thash që s'duhet t'i japim zë antivlerave, pa vlerave. Ne duhet t'i luftojmë për këtë. Do zëmër lufta. Pa diskutim. Madjana. Po. Tani ne me mikun ton po ta mbajmë deri mëngjes. Kemi sa flasim çfarë të duam, kemi shumë për të thënë, sepse me të vërtetë jam mirënjohës. Jo, të jam mirënjohës sinqerisht pafund. Unë kam dëgjuar emrin tuaj shpesh, kam lexuar shumë për ju, por sinqerisht të jam shumë mirënjohës që na nderove sonte dhe shpresoj që do të kemi edhe herë tjera.
e vjetë gërmotare gërmose ka Shqipëria plot njerëz. Po paktën shiko. Dojmë belul pastaj. I leo po me belul, do mos duhet jem belul. Me qenë se Madianën e ke mikesh, të paktën bashkëpunëtori jon të jesh për të na sjell njerëz që të bashkëbisedojmë, që të ketë mikrofoni hapur. Do që më ndjoj fjalën. Më fal asa një minutë, ke një kërkesë për të futur në linjë, nuk e dia e lexon, është dikush që do të hyjë në linjë me Hasanin, nëse mundesh. Ndërkohë, ndoshta për përshëndetje, është tekniku që merret. Tekniku mundet na futi. Nëse Bledi, shpresoj nëse ai ka të mundur, ndoshta do mund ta fusi në linjë, sepse unë nuk merrem me anën teknike. Po ju çoj, ku t'ja çoj numrin, se di. Është Gentiani, po se di se si. Përse po ta lidhni. Ndërkohë unë po ju jap një informacion këtu, domethënë paraprak në datë 28 mars në Elbasan ishte menduar që të bëhesh një udhtim me Bashkimin e Gazetarëve Shqiptar në vendet ku ka lënë gjurmë Margarita Xhepa. Dhe një ndër këto vende ishte dhe qendra jonë me fjalë e kulturës Margarita Xhepa, ku do kalohesh pastaj në Greqi, në Kosovë e do kthehesh prapë në Elbasan. Do fillon të lusha kjo punë. Ishte një projekt shumë i bukur dhe shumë emocionues për shurdhësinë dhe për basi teknike për saj materiale. Është vendosur që ta bëjmë vetëm në Elbasan, ku do të vinë domethënë nga gjithë shoqatat që nga Greqia, nga Italia, nga Kosova, e do të bëhet viti përkujtimor, domethënë i artistës tonë të madhe nderit kombit Margarita Xhepa. Bukur. Shumë bukur. Jemi të ftuar, Leo. Ne patëm kohë, patjetër që do shfrytëzojmë ftesën. Shpresoj që Bledi do mund ta bëj lidhjen me Gentianin. Ndërkohë ju e çova numrin, ndërkohë unë po i kthejmë pasionit tim të leximit të poezive të Hasan Bulçarit. Bukur. Që t'u lë pak kohë. Okej? Patjetër. Okej. Natë, me që jemi dhe natë. Në heshtjen e natës, fryma është përshpërim. Dhe përshpërima kthehet në ofsham. Që jemi zgjuar të dy ne e dim, edhe pse në errësirë syt nuk i pam. Dhe hëna që zgjati kokën mbas perdes, na i tradhtoi interpretimet. Por ne vazhdojmë me skenën e heshtjes, edhe pse tani i shkëmbejmë shikimet. Dhe gjatë u pam gjatë, por bënim sikur ishim në gjumë. Ishe në bepsat e mia të natë, dhe në bepsat e tua isha unë. Dhe një pikës loti u veshëm për të gjithë herët që jemi zënë. Pastaj si faj ata buzëqeshën dhe u zgjuan jastëkët ku kokat kishin vënë. Në dritën e syve të tu zdi si kaluan orët. Nuk prishi qetësin, por grisi perden e natës. Dhe vetvetiu u nisën buzët si ambasadorët. Për të firmosur argpushimin, aktin e paqes. Hëna nuk deshi të vinte agimi, dhe unë gjitë pasekurave në dritare. Në çdo akt të akti armpushimi, deshi të ishte e vetmja dëshmimtare. Wow! Shumë bukur. Fantastike. Urime miku im. Dhe ata ke menduar ti botosh, ai ke botuar këto poezi? Që thëmë doni ka pasur një dy kërkesa nga dy botues, por unë jam nuk e di, edhe këtu familja më thotë që bëhe një libër ta kemi kujtim në gjë.
nuk jam shumë i tyre, do të thënë librave të tyre. Poezia është mbetet ja ti e lexove sot, mu kënaqa, ka dhe poezi tjera shumë bukura. Megjithatë do mendohem edhe për të. Për mua është egoiste ti mbash të gjitha për vete. Mendoj që ata që kanë aftësinë të shkruan në këtë mënyrë duhet i publikojnë. Faleminderit. Patjetër, jo, patjetër miku im, ti duhet si thosh, ta heqësh atë ndrojen e botimit dhe duhet të botosh. Nuk është ndroje më tepër se sa është, si thua, volum pune, Leo. Nuk kemi kohë materiale, çfarë të bëjmë përpara? Edhe do punojmë, edhe do jetojmë, do bëjmë. Pa diskutim, jo, nuk diskutoj. E do bëjmë, domethënë, teatrin, do bëjmë televizionin, do bëjmë poezinë, po kjo është koha, 24 orë nuk jetojnë atë. Pa diskutim. Nuk e di, Bledi, e kemi kontaktin shpresojmë që Bledi të na krijojë mundësinë e lidhjes, sepse tash këto janë edhe mikuim, shpresoj se na mirë kupton sepse jemi në live dhe doli kërkesë e pa parashikuar. Po kështu jeni ju të Italis? Kështu jemi neve, bëjmë surpriza. Ne nuk bëjmë intervista me të ftuarin, nuk përgatisim surpriza, por i bëjmë, e kështu jemi. Megjithatë me aq pak sa kuptoj, domethënë nuk doli keq, doli mirë. Shumë. Jo, mirë dhe reagime ka shumë pozitive. Nëse se nëse s'mund ta mbajmë Hasanin gjithë natën. Ma, për mua nuk është. Qofse është tani që do. Po, vazhdoni fikën, vazhdoni më ta tentoj. Po prap, se po shkruaj me Bledin, Madjana, por Gentiani të tentoj Gentiani të thras në numrin e radios. Merre në telefon. Po pra, jo, sepse duhet merret Bledi me këtë punë, por të thras Gentiani në numër të radios, sepse më duket se ka pak të vështirë ta shtoj kontaktin ai kështu pa prishur grupin, pra me ju. Okej. Dhe ta tentoj Gentiani ta thras që mund të hapim. I zoti shpiq. Të shohim. Leo, ti e di që ti je diversamente lab për Gentianin? Po, të lab. Mua të shkoj i veti malo këtu pastaj ç'a të bëj? Mua po më thot më jep numrin e radios ai, po të marrin po i them. Po mirë, nuk mund të jap numrin e radios. Po jeshtë. Hasan ke goditur me sa duket, se nuk na ka ndodhur ndonjëherë, vërtet Leo në gjithë këto transmetime na ka kërkuar njëri të hyjnë. Po pra, ma pa zotin. Në lidhje. Të gjitha të goditura bjonde janë si puna jote. Gentianin po i kemi bjond nga Vlora. Bëhet qefi. Do shta bjondet nuk kanë kurajo, po me patjetër ke goditur, kudo. Shiko, është ka ngelur ajo shprehje të bjonde me ndesha të verdha. E la këtë batut madhit Trebicka. I madh ishte është edhe nga anët e mia. Ja, me. Po. Ç'na gjeti.
Ja një tentativë të çoj numrin dhe pastaj mjaft. Kërkojmë ndjes edhe dëgjuesve, kërkojmë ndjes normal edhe mikut tonë të ftuar Hasan Bulçarit për këtë, por nga që po kemi dëshirë që ta fusim në panel edhe Gentianin, shpresoj që e kemi mirë kuptimin tuaj. Se po ashtu lexoj poezitë e Bulçarit jon, qoftë se. Na mos më mërzit njerëzit duke gjumë tash. Jo, janë me të vërtet fantastike. Po lexova atë të asaj, Nama i ti. Ajo është fantastike. Po, një minutë. Ta gjej. Ti Hasan, zëre si në shtëpitende, a? Unë shtëpi. Ku ma të shoha të ma këtë shua, no? Messenger mbase. Po e gjeta. Okej, Nama i ti. Ngacmuar nga një foto e një mike stime të mirë. Nuk jam unë besoj, e? Na moj ti mba e drejt direkun, se na të shmënde moj turkun dhe grekun. Moj në balë se shtan gjitën qekun, moj u hoqe mënd, u luajte te pelekun. Jo nuk ishte parë, kura sa jane, anies përmbi të, hajde qka pedane. Se kish par toka, se kish par dhe deti, ndaj rojiti bota, e humbi mileti. U hap lajmi shpet, dhe u tanë mban. Thua s'ka më burra, s'ka më kapedan. Që timonin drejt e mban në përdete, që një siren uj dreqke në lanete. Ike duke qeshur në thellësit të detit, e se qle pa gjumë gjysmën e miletit. Grat nga turpi faqe duke ndukur, kur burrat e humbur dërgonin të puthur. Ike ti ike, por që nga jo dit, u shkurtuan fundet e po dilnin gjit. Ja që bërë ti grave buzë rërës, kur s'mbante me vete palën e gësherës. Burrat të uronin se që dukurove pshan, pastaj po të shanin, shku bere hatan. Gratë lere, thoja këngës thoja, tundeshin si patat me barkun të gojë. Ato që të shanin, pastaj të lëvdonin, nga burrat e fshatit tjetër gjë nuk donin. Pa unisën bekimet edhe ndo një letër, duku moj të keqen edhe një vit tjetër. Me dhënë të drejtë ishte një shoqja ime që ishte vesur me kostum marinari detar, edhe kishte bërë një fotografi mbi një jatë. Edhe aty lindi kjo që Nama i ti se na çmendë miletin. Shumë e bukur, domethënë nga të gjitha fushat janë poezitë e tua. Mua më pëlqen, domethënë lirikën e kam qef, por edhe shqiptarën e kam qef, domethënë tokën, baltën. Leo? Po, sepse po komunikoja pak me Bledin dhe shpresoj që do e rregullojmë. Okej, derisa ta rregullosh Hasan, me që ne jemi një radio e lirë dhe këtu mund të thuash çfarë të duash. Në një gjë që ne nuk të kemi pyetur, që kemi harruar, që e kemi anashkaluar, që ke dëshirë ta thuash, është momenti, o tani o kur më. Atëre, Modiana. Po. Ta them. Po, lirshëm, thuje.
Leo, ti mbylli veshën se s'po dëgjon njëri. Patjetër, jo. S'jam këtu. Ne dhe zëri popullit. Ishte vërtet kënaqësi, domethënë që komunikuam bashkë. Ishte një bisedë miqësore. Por edhe prodhonse besoj. Sepse dham, domethënë gjithsesi nga ne dha mendimin e vet për si ata që shikon, domethënë të ardhmen se në fundit për atë bëhet fjala, të ardhmen e gjuhës, të ardhmen e kombit, të ardhmen e kulturës, të ardhmen e Shqipërisë. Dhe mos o zot, sa më larg dhe sa më të pakët ata njerëz që duan ta shefin detin, ishujt, tokën. Dhe ju e kuptoni fare mirë se për çfarë ka fjalën dhe për çfarë ka fjalën. Për Belulin, po, e dim. Ne. Unë s'jam këtu. Arritëm ta fusim në ligën t'janë odajnë? Jo. Jo, okej, në rregull. Kështu që Herën tjetër. Se si ja bën këti Madiana me Gentianin. Kuku për mu. Po ta them kuku për mu. Ta them Allah veriorçe. Atë, i kërkoj mëngjes edhe dëgjuesve, por edhe Gentianit që nuk e bëm dot lidhjen, por miku im, shpresoj që kemi edhe mirë kuptimin tënd për këtë zgjatje në këtë pritje. Kohore. Por shumë faleminderit për çdo fjalë tëndën, për suportin tënd dhe shumë mirënjohës për atë çfarë ti je. Faleminderit juve djema dhe vajza, ju më emociononi dhe unë nuk dua të emocionohem shumë, por një porosi, një vath në vesh me fjalë, i jepini zë vetëm kombëtares. Lërini Belulut se Belula ka plot sa duash, dhe nuk na duhet Belula, na prishin punë. Nuk na duhen dekoratat, diplomat, çmimet, marra këtej, andej, na duhen ata që flasin bukur pastër gjuhën shqipe dhe që e hedhin dhe që ngjit tek brezat. Pa diskutim. Edhe kjo është mesazhi më i bukur dhe më i duhur dhe shumë mirënjohje. Mirënjohje pafund miku im. Faleminderit. Faleminderit shumë Hasan, natën e mirë. Madiana, ku do të takojmë ne bashkë? Po prit sa dal pranvera, Se dal pranvera, edhe kjo fillon e lulzon pastaj. Po pat në një poezi së shpejti me emrin Madiana, ma bëni Allah, po do të ty. Okej. Shiko se pak më parë që ishe frymëzuar për këtë poezinë e fundit nga një foto e një mikes tënde. Tani po të shoh një foto edhe kësmet nesër mos kemi ndonjë poezi. Në robe banje. Hajde natën, bravo, natën të një. Natën mirë, faleminderit. Po Madiana. Po Leonard. Ke diçka për të isha thënë? sot. Sot, ku diun, është dëgjuesja ai që vendos. Ti si mirë. Ke hapur ndonjë Ti si mirë dukesh. Ti si mirë. Si ju duket Madiana sot si moderatore? Si më mirë ke qenë sot se të tjera. Kështu që gradualisht do marrësh forcën në dorë dhe të drejtosh emisionin vetëm. Të falenderoj shumë që ishe sonde dhe bashkëpunuam së bashku. Faleminderit ty, faleminderit dëgjuesve. Natën e mirë, Madiana. Mirë takoshim ditën tjetër. Natën. Atëherë, të nderuar miq, kjo ishte emisioni për sonde. Ky ishte Horizon për sonde. Shpresoj që të ketë qenë një emision me informacione, nuk përpoqem me vërtet me të ftuarin me mikun ton Hasan Bulçari. Ishte një bisedë vërtet shumë dimensionale, shumë e këndshme, shumë e bukur, shumë e zjarrt, shumë patriotike dhe vërtet kemi shumë nevojë për të tillë njerëz dhe fal Zotit shoqër që jetojnë dhe ka të tillë njerëz dhe të tillë njerëz i afrohen edhe Window Radio dhe
ne kemi mundësi që të bashkëbisedojmë me njerëz të tillë, kështu që shpresoj që edhe ju të keni kaluar mirë. U falenderoj të gjithë dhe përzemërsisht për kohën që na dhuruat sonde, për mbështetjen tuaj, për suportin tuaj dhe ju për çdo mendim apo që keni dëshirë që ne të bëjmë të mundur për të ftuar dikë apo për të ndërtuar emisione, na shkruani në rrjetet sociale të Windows Radio apo në numrin e radios përmes WhatsAppit dhe ne do përpiqemi që të bëjmë më të mirën. Pra, natën e mirë, kalofshi mirë dhe java që fillon pra qoftë sa më e këndshme, sa më mirë, sa më pozitive dhe ta rifilloni me energji sa më shumë pozitive. Natën e mirë, faleminderit. Horizont nga Leonard Koja në Windows Radio i